Të gjithë ne e dim hadisin madhështor të pejgamberit alayhi salam, i cili na tregon se cilët njerëz do të jenë hijen e Allahu xhaleshanuhu atë ditë kur nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së Zotit të madhruar, hijes së arshit të Allahu xhaleshanuhu. I pari do të jetë imamun adilun, udhëheci, babai, hoxha, mësuesi dhe kështu me radhë, që i ka vartësit në kujdesin e tij. Nëse është i drejtë, do të jetë në hijen e Allahu xhaleshanuhu. Prandaj, unë si udhëheqës, e ti si baba, e ai tjetri si udhëheqës, në institucione tjera, të mundohemi të jemi të drejtë, nga se nëse nuk jemi të drejtë, nuk mund ta shijojmë hijen e Zotit xhaleshanuhu, atë ditë ku vërtet temperaturat, vështirësitë do të jenë tepër të mëdha. Kategoria e dytë të njerëzve të cilët do të jenë në hijen e Zotit të madhruar është shabun nesha'a fi ta'atillah, një i ri i cili e ka mësuar veten e tij të jetë në adhurim e sipër ndaj Zotit të madhruar. E sa shpërblim ke ti baba, nëse mundohesh të edukosh fëmijën tënd që ju thosë po urdhrave të Allahu xhaleshanuhu, që në ushtrohet urdhrave të pejgamberit alayhi salam. Nëse arrin të punojsh me fëmijën tënd, të edukosh fëmijën tënd, dije se këtij fëmijë ja ke hap derën e xhennetit. Ta do se i taatin e Allahut, i thosë po urdhrave të Allahu xhaleshanuhu, është e barabartë që ditën kur dalim përpara Allahu xhaleshanuhu, fëmiu i edukuar me frymën e pastër islame do të jetë në hijen e Zotit të madhruar. Kategoria e tretë e njerëzve të cilët do të jenë në hijen e Zotit xhaleshanuhu është rajulani tahabba lillahi iftaraqa lillahi wa ijtama'a lillah. Di bura, di njerëz të cilët takohen për hir të Allahut, e ndahen për hir të Allahut xhaleshanuhu. I gjithë muhabeti i tyre është rreth praktikimit të islamit, rreth përgatitjes së vetes së tij që të jetë i mirë me njerëzit në përgjithësi. Të gjithë muhabetin, i gjithë takimi, e gjithë ndarja bëhet për hir të Allahu xhaleshanuhu, nga se paraprakisht ja kanë shprehur njëri tjetrin dashurinë që të dua për hir të Zotit xhaleshanuhu. E kemi cek, por edhe tash ja vlen ta cekim. I nderuar i vëlla, ne shumica prej nesh shoqërohemi me shok, por shumë pak prej nesh shokit që e kemi të afër, që i ndajmë shumë sekrete në jetën tonë, nuk jemi në gjendje, nuk e marrim guximin të thuana, o vëlla, të dua për hir të Zotit xhaleshanuhu. Ju e dini rastin kur pejgamberit alayhi salam, një person i thot, o i dashur i Allahut, filanin e dua. E Muhamedi alayhi salam i thot, a ja ke shprehur dashurinë? Thot jo. Shko dhe shprehja dashurinë dhe thuaj të dua për hir të Zotit xhaleshanuhu. Kjo është një privilegj i madh i nderuar i vëlla, për shumë pak kohë, për shumë pak fjalë. Nëse vërtet e don hakikat për hir të Zotit xhaleshanuhu, shprehja dashurinë, nga se në momentin që ti shpreh dashurinë shokit tënd, që e don për hir të Allahu xhaleshanuhu, zemrat afrohen edhe më tepër, edhe rruga ite është e hapur ka xheneti dhe ka strehimi në ditën e llogaridhënies. Kategoria e katërt është, thot pejgamberi i Zotit, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Shumë prej nesh qëndrojmë në xhami, por qëndrojmë vetëm me trupna në xhami. Mendjen dhe zemrën e kemi diku të larg xhamisë. Hadisi i pejgamberit alayhi salam na tërheq vërejtjen dhe vëmendjen, duke thënë dhe personi i cili e ka zemrën e lidhet për xhamin. Ai mund bisedoje, mund të jetë në kafene, mund të jetë në shtëpi, në punë, por mendja dhe zemra e tij i rinë se si ta krije adhurimin dhe Allahu xhaleshanuhu, e si të jetë në çdo namaz
brenda në shtëpinë e Allahu Gjelleshanu, ti nështrohet Allahu Gjelleshanu. Pra, shumë e rëndësishme i nderuar i vlla, ta përkujtoj tipe dhe vetes time, zemra të jetë prezent, në veçanti kur krijin adhurimin dhe Allahu Gjelleshanu. Grupi tjetër është wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma la yunfiqu yaminuhu. Dhe një person i cili shpenzon në rrugë të Zotit Gjelleshanuhu, edhe e fsheh këtë shpenzim, sa që edhe dora e majshtë e tij nuk arrin të shohë shpenzimin që e bën dora e djathtë. Pra sadakan që i jep dora e djathtë. Ky hadis neve na tregon që sa më pak të na shohin tjerët kur japim sadaka. Se nga se sa më e fshet që është sadakaja, aq më tepër sinqeriteti rritet dhe aq më tepër zemra kënaqet nga se e ke krij një obligim ose e ke krij një vepër të mirë ku nuk ka pas qasjen e tënë përveç se Allahu Gjelleshanu. Sa ma sheh të jetë sadakaja, pasurin që jep, aq ma i sinqert bëhesh dhe aq ma i dashur bëhet tek Zoti Gjelleshanuhu dhe ma afër strehimit në ditën e Kiametit do të jemi. Grupi i fundit i personave të cilët do të jenë në hijen e Zotit Gjelleshanuhu është wa rajulun dhakara Allaha khaliyan wa fadat aynahu. Se di kur herën e fundit mu, pa edhe juve të nderuar besimtar, duke e përmendur Zotin Gjelleshanuhu na kanë lutuar si të lot, nga dashnoja dhe nga ashku i përmendjes së Allahu Gjelleshanuhu. Sot pejgamberi alayhi salam dhe do të jetë në mbrojtjen e Allahut personi që gjatë përmendjes së Zotit Gjelleshanuhu i rrjedhin si lot nga gëzimi edhe nga friga, nga takvalloku ndaj Zotit të madhëruar. Pra, këto 7 kategori të nderuar besimtar janë kategori që vërtet i don Zoti Gjelleshanuhu, por çdo njëri prej nesh mund t'i arrijmë, prandaj të japim mund të mundohemi që të jemi prej këtyre 7 kategorive, për nëse nuk mundemi tek të 7-ët, atëherë tek njëna ja vlen me qëllim që t'ja hapim vetes rrugën për ta fituar xhenetin e lartë.